Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut do të përballet në futboll në Kopenhagen me Danimarkën në gjysmëfinalen e play-offit për kualifikimin në kampionatin botror 2026. Ky është një moment i madh për të gjithë ne. Kemi shansin të luftojmë për një vend në botror dhe ky është motivi që na bashkon të gjithë vendin. Danimarka është një kundërshtar cilësor dhe i respektuar, por dhe ne jemi këtu me një arsye. Në ekip shoh energji, qëndrim dhe dëshirë. Lojtarët e kuptojnë rëndësinë e fanellës dhe besoj se kjo do të shihet në fushë. Jemi të përgatitur taktikisht, e dim çfarë duam të luajmë dhe pse vendimi për formacionin dhe përbërjen mbetet tek unë, deklaroi trajneri Goce Sedlowski në konferencën për shtyp. Fituesi i këtij dueli në finalen e play-offit më 31 mars do të përballet me fituesin nga dueli Çeki-Irland. Kapiteni i Maqedonisë së Veriut është optimist përpara përballjes me Danimarkën. I kemi analizuar mirë dhe kemi përgatitur çdo detaj. Jemi të vetëdijshëm kundër kujt luajmë dhe çfarë na pret, por dhe ne kemi atributet tona të forta, tha Enis Bardhi. Kapiteni i Maqedonisë së Veriut tregon se nga ndeshjet e mëparshme janë nxjerrë mësime të rëndësishme dhe ato na kanë ndihmuar të përmirësohemi si ekip. Lojtarët e rinj janë integruar shkëlqyeshëm dhe atmosfera në ekip është në nivel të lartë. Funksionojmë si një tërësi. Në ndeshje të tilla motivimi kurrë nuk mungon. Në vlerësimin na motivon dhe më shumë, tregon kapiteni kombëtares Maqedonisë së Veriut. Danimarka hyn në ndeshje si favorite kryesore. Të gjitha biletat në stadiumin Park janë shitur. Kapaciteti është 38.000 persona, ndërta do të jenë rreth 1.000 tifoz nga Maqedonia e Veriut. Rajoni. Kombëtare e Kosovës bret në fushë për një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e saj, teksa përballet me Sloveninë në kuadër të gjysmëfinales së play-offit për kualifikimin në Kupën e Botës 2026. Ndeshja zhvillohet në Bratislava dhe pritet të jetë një sfidë e fortë për dardanët, të cilët kanë treguar formë të mirë në ndeshjet e fundit dhe besojnë në një rezultat pozitiv dhe në transfert. Përzjesi Franco Foda dhe stafi i tij kanë analizuar në detaje kundërshtarin, ndërsa skuadra synon të shfrytëzojë momentin e mirë për të siguruar një vend në finale. Në rast fitore ndaj Slovakisë, Kosova do të përballet me fituesin e ndeshjes Turqi-Rumani me finalen që do të zhvillohet më 31 mars në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Kosova mëson formacionin zyrtar të Slovakisë në përballjen e gjysmëfinales së play-offit për Kupën e Botës 2026. Përzjesi kombëtares së Slovakisë Francesco Calzona dorëzoi në UEFA listën me 23 futbollistë. Tek Slovakia do të mungoj ylli kryesor i skuadrës, kapiteni Milan Skriniari, i cili nuk ka arritur të rikuperohet nga lëndimi dhe nuk është përfshirë në listën për 23 lojtarëve. Ky vlerësohet një lajm pozitiv për kombëtarin e Kosovës, pasi ylli Fenerbahçes është një lojtar me përvojë dhe mungesa e tij vështirë se mund të zëvendësohet. Merë trajneri slovak kishte lënë të hapur mundësinë e rikthimit të Skrinarit. Calzona pranoi se dhe David Duris pësoi një lëndim në krah gjatë stërvitjes dhe nuk do të ishte i gatshëm për ndeshjen ndaj Kosovës. Nuk munguan edhe vlerësimet, duke paralajmëruar një përballje të fortë. Kosova është një skuadër shumë organizuar, ka bërë paraqitje të mira dhe nuk do të jetë as pak një ndeshje e lehtë për ne, deklaroi trajneri i Slovakisë. Përballë kombëtares së Slovakisë, përzjesi kombëtares Kosovës pritet të jetë në fushë një formacion të balancuar 3-5-2, që në fazën mbrojtëse shndrohet në 5-3-2, duke synuar siguri prapa dhe rrezik konstant përpara. Nga trajneri gjerman nuk pritet ndryshime të mëdha. Foda do të vazhdojë dhe në këtë ndeshje të besoj rreshtimit që e solli deri në play-off, po ashtu dhe lojtarëve që mbajtën barrën kryesore të ekipit kombëtar në kualifikuese. Në port, besimi i Fodas mbetet tek portieri Sassuolos, Ariane Tmuric. Reparti i mbrojtës përbëhet nga treshja Lumbard Delova, Kreshnik Hajrizi dhe Albian Hajdari. Në fazën mbrojtëse ata do të ndihmohen nga krahët që zbresin nga prapa, duke krijuar një vim me 5 lojtar. Në mesfush pritet të aktivizohen Mërgim Vojvoda, Dion Gallapeni, Elvis Rexbecaj, Florent Muslia dhe Veldin Hoxha. Dyshja Fisnik Aslani dhe Vedat Muriqi pritet të udhëheqin sulmin. Sulmuesi i Kosovës Vedat Muriqi është bërë optimist për fitoren ndaj Slovakisë. Ai thosë se gjithë skuadra e di rëndësinë e ndeshjes me slovakët dhe Kosova është afër të bëjë historinë. Di rëndësinë e ndeshjes, e di sa i rëndësishëm janë për kombëtaren, për shokët bashkëlojtarët e mi, edhe do jap maksimumin, jo për të shënuar gol, vetëm për të fituar lojën, pa marrë parasysh në çfarë mënyrë. Muriqi tregon se gjatë stërvitjeve përgatitur të përqendruan dhe në pikat e dobta dhe të forta të Slovakisë. Dim pikat e dobta po ashtu dhe pikat e forta të Slovakisë, siç edhe ti vetë jemi prag të historisë, domethënë vetëm na mungojnë një ndeshje, kështu që pres një ndeshje pak a shumë barabartë, ka 2 palë.
Eksperti slovak I futbollit, Ladislav Borbeli, vlerëson se ekipi kombëtar përballet me ditë shumë të vështira. Ndeshja e fazës play-off Slovaki-Kosovë dhe një duel I mundshëm me Turqinë ose Rumaninë do të vendosin nëse ata do të kalojnë në Kupën e Botës. Ai thekson forcën e Kosovës, stilin pragmatik dhe cilësinë në rritje, por në të njëjtën kohë beson se ekipi I trajnerit Francesco Calzona do të arrijë hapin e parë vendimtar. Takimi fillon në 20:45 në stadiumin Tehel Nepol të Bratislavës. As kombëtarja e Shqipërisë dhe as e Kosovës nuk e ka të sigurt kualifikimin drejt finales së play-offit dhe më pas drejt Kupës së Botës 2026. Kështu vlerëson faqja e specializuar për statistika futbolli, Football Meets Data, e cila ka publikuar përqindjet e mundësive për skuadrat që synojnë një vend në botror. Sipas këtyre projeksioneve, Kosova ka 41% mundësi për të arritur finalen e play-offit, ndërsa mundësia për ta fituar atë dhe për të kualifikuar në botror llogaritet në 20%. Nga ana tjetër, Shqipëria paraqitet me mundësi më të ulta. Kuqezint kanë 32% mundësi për të arritur në finalen e play-offit dhe vetëm 11% për ta fituar atë. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Kombëtarja e Shqipërisë ka gati formacionin me 23 lojtarë në përballjen ndaj Polonisë. Mungojnë Nazmi Gripshi, Klisman Cake dhe Yasir Hasani. Resi është përfshirë mbrojtësit nga Kosova, Bujar Plana. Paraqitjet e tij të fundit në Superligën e Polonisë duket se kanë bindur stafin teknik për t'i besuar një rol në këtë sfidë delikate. Sulmuesi kombëtar Kuqezi Ernest Muçi është optimist në përballjen me Poloninë. Është një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë. Jemi gati për të kaluar këtë raund dhe për të shkuar në ndeshjen finale, u shpreh Muçi. Pavarësisht se kundërshtari luan në fushën e tij dhe konsiderohet favorit, sulmuesi Kuqezi theksoi se objektivi është vetëm fitoria. Polonia është një ekip I fortë, ata luajnë në shtëpinë e tyre, por ne kemi ardhur këtu për të fituar dhe që do t'i bëjmë të gjithë krenar, deklaroi sulmuesi Ernest Muçi. Kombëtarja shqiptare është drejt sfidës përfundimtare për kualifikimin në kampionatin botror të futbollit 2026. Shqipëria do të përballet në Varshavë me Poloninë në orën 20:45. Nga salla e konferencave në PGE Arena, trajneri kombëtarës vlerësoi se ekipi është përmirësuar gjatë 3 ndeshjeve të fundit. Megjithatë, sipas tij, Polonia është një rival shumë I fortë dhe ekipi duhet të përshtatet. Në këtë grumbullim për Kuqezin mungojnë emra si Manaj, Daku, Medon Berisha dhe Kumbulla. Abbiamo portato già una volta tempi fa Mehmeti, abbiamo portato già Muçi, sono due giovani che vedono porta. Muçin dhe Mehmetin I kam parë që nga hëna në stërvitje është e pamundur të di se si do të jetë zgjedhja në vazhdim, por ne I kemi në ekip dhe janë lojtarë që arrin të shënojnë. Duhet të përshtatemi situatave, por e dim që po t'i jedhim në fushë gjejmë portën, vlerëson trajneri kombëtare Silvinjo. Nga Varshava, kapiteni kombëtares Berat Gjimshiti ndonse vlerëson rivalet polak, është I mendimit se kur futesh në fushë, mundësitë janë të barabarta. Futem në fushë për fitore, ashtu si kombëtarja. Kemi marrë përvojë që do të na ndihmojë. Trajneri vendos skemën, por si mbrojtja, ashtu dhe sulmi, duhet të jenë perfekte për një fitore kundër Polonisë. Për me kone vështirë është shumë e vështirë, nuk jem besoj vetëm që ta provojmë ta ndalim me Lewandowskin apo tjerë lojtarë, besoj që duhet gjithë skuadrat të jetë në momentet e mira, siç në mbrojtje, siç edhe në sulm. Tha kapiteni kombëtares Kuqezi. Në prag të ndeshjes kundër Shqipërisë, trajneri Jan Urban I Polonisë pranon se kombëtarja Kuqezi përheru ka shkaktuar probleme. Pas interesimit të gazetarëve, ai përsëriti se nuk do të donte të thoshte shumë për ekipin e tij, duke paralajmëruar se çdo fjali që shqiptonte po përgjoj nga Silvinjo, trajneri I Shqipërisë. Ne kemi një plan loje për këtë ndeshje. Kemi pasur shumë kohë për të analizuar skuadrën shqiptare dhe për të vëzhguar lojtarët kryesor. Mund të them se pres një ndeshje mjaft të hapur, edhe pse Shqipëria është e fortë në mbrojtje, tha Jan Urban. Nëse Shqipëria mposht Poloninë, më pas do të përballet me fituesin e ndeshjes Suedi-Ukrainë. Mediat polake analizojnë pikat e dobta të kombëtares së tyre në prag të sfidës kundër kuqezinëve. Situatat e Polonia ngre pikpyetje serioze për të ardhmen, sidomos në repartin e sulmit, ku mungesa e një lideri të qëndrueshëm po ndihet gjithnjë më shumë, thuhet në shkrimin e të përditshmeve polake. Sipas tyre, edhe pse sulmuesi I Barcelonës, Robert Lewandowski mbetet pika kryesore e referimit, mosha e tij, 38 vjeç, shton dyshimet për vazhdimsinë. Në këtë kontekst, trajneri Jan Urban e ka cilësuar përballjen ndaj Shqipërisë si më të rëndësishme në karrierës së tij. Ndryshe nga Polonia, Shqipëria paraqitet më e stabilizuar. Kuqezinët dhanë sinjale pozitive dhe në Euro 2024, ku zhvilluan paraqitje dinjitoze ndaj ekipeve si Italia, Spanja dhe Kroacia, shkruhet në analizën e mediave polake.
Arbitri Anthony Taylor do të drejtojë ndeshjen Poloni-Shqipëri. 47 vjeçari anglez po kalon një sezon të ngarkuar duke qenë një nga gjyqtarët më aktiv në Premier League, ku ka drejtuar deri më tani 24 ndeshje. Ai ka një përvojë të pasur ndërkombëtare duke gjykuar në kampionatin botror 2022 dhe kampionatet europiane 2021 dhe 2024. Prej vitit 2025, Taylor është pjesë e rregullt të arbitrave të UEFA Champions League, ku ka drejtuar 42 ndeshje, krahas 11 të tjerave në fazat kualifikuese. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.